Pra, mes të Klan Kosovës rikthehemi edhe për bllokun e fundit që është për ditën e sotme, normalisht do të flasim për showbiz. Shok në rrjet, Drilon Rama dhe Sara shuhen në rrjetet sociale një lidhje që nuk u bë kurrë. Pas videos të Drilon duke u puthur me një vajzë në Gjermani, fotot me Sarën zhduken dhe misteri romancës merr fund. A bëri Sara blog Drilonin, a është ky fundi i serialit që ka mbajtur fansat në ankth? E shumë çka tjetër rreth kësaj teme do të diskutojmë në këtë blog, para aty do të ndalemi, do të flasim edhe për Eurovisionin. Pjesë e këtij bloku do të jetë miku i emisionit tonë zotëri Shëndret Lumi. Zotëri Lumi, kënaqësi t'ju kemi. Ashtu, shumë kënaqësi me qenë në Kosova today. Por paraprakisht do të flasim edhe për Gjestin dhe Eglin, e në një lidhje direkte e kemi nga Tirana Xenin, cilin Xen kuptohet, Xen Rushin. Përshëndetje Xeni, është kënaqësi të kemi lidhje direkte. Përshëndetje Kroni. Merci edhe për mua. Xeni, po i futemi direkt temës me ty, se është gjithmonë disponim kur flasim. Çfarë po ndodh me mikën tënde Eglin? Është në Prishtinë apo në Tiranë? Në Prishtinë është, po nuk do jap shumë informacione, me mikën time jam taku, kam komuniku, është mirë, është shumë e zanë me angazhimet të saj, të karrierës, të muzikës. E ke taku vet apo vetë e dyta ka qenë? Për aq kohë sa nuk janë prononcu vetë zgjedh mos e bëj snitchin, mase nuk e kam bërë. Okej, prapi bjen që ku kanë qenë të dytë bashkë, por të nuk e bërë snitchin na tregosh. Okej. Nuk do jem snitch. Okej, jo, nuk je as pak, mos shkoj mendja fare. Pra Egli dhe Gjesti që janë mirë, me rëndësi që janë mirë, fokusum 100% në karrierë, në ato që dinë bëjnë mos miri, edhe po punojnë fort. Siç po bëjnë pothuajse gjithë nga banorët, gjithë energjinë e kemi fokusuar tek puna, karriera. Nuk është se kemi pas shumë kohë ta ndajmë për kohë të lirë për pjesa, domethënë. Apo na tregon edhe këtë detajin që kanë me qit një këngë bashkë apo po e lëm për një herë tjetër? S'po e luan snitchin sot. Sot për sot po e lëm. E kena pushim sot snitch lëkun. Okej, po Gjestin e ke taku? Gjestin kam taku vetëm në post Big Brother edhe tek Escape-i, tek klubi, në cilin e mbështeta deri në fund, edhe nuk e kam taku më sepse ai ka qenë i angazhuar edhe unë, po pjesën më të madhe po e kaloj në klinik. Po e shitni edhe vet. Po cili është dallimi Xen me Gjestin e taku dikon ku keni mujt me fol, me bo muhabet bashkë edhe tash në jetën reale i keni të dytë obligimet. Dallon Gjesti prej atij të brendshmit? Mbas edhe Xeni apo nuk dallojnë? Nga Xeni ka qenë, Xeni është i njëjtë, Gjesti ka qenë pak i hutuar, mendoj unë do ja lë pak pjesës të izolimit, gjithë asaj trysnisë që ka kalu, po me mua ka qenë pothuajse i njëjtë, domethënë. Me njëta dashamirësi, njëta energji, për aq kosa na ka rastis me ndaj. Tani ka ludime. Tani kur lirohemi do rrim prapë më shumë. Ka ludime të shumta që ky shift është nda. A e mendon ti se nda këta dy apo jo? Tani ludime do ketë gjithmonë. Dëgjova pak edhe për pjesën e Drilonit me Sarë. Po mendoj që duhet me i lanë edhe pak në suspans fansat. Okej, mirë ki, do t'i lëmë suspans edhe ata pak, do t'i lëmë pak kohën në fakt, komplet. Por Xen, çfarë rrugë po e merr Gjesti sipas teje tash? A e pam, kish bodhë një postim shumë interesant sfundin rrjetet sociale. Në fakt, rruga e fundit dhe lajmi i fundit është që Gjesti tash do të jetë në një shtëpi menaxhuese bashkë me këngëtarin Yldimanin, pra ka qenë 360 Music, menaxhmenti që udhëhiqet normalisht edhe nga Bonart Ajvazi, që ka bërë një publikim që Gjesti tash do të jetë në atë shtëpi, pa është kthyer këtu më afër Kosovës. Po mirë ja ka bën dhe ma bani shefin se çfarë nuk e dija në fakt, çfarë e pash, bilesi edhe i shkruajta dhe Gimbos, i urova suksese dhe më mirë se në shtëpi vet. Që janë le mos miri kur është të shtëpia. Mirë. Më shumë shefi. Mirë, Xeni, po ti si po të shkojmë punë? Mirë, shumë mirë. Nuk po kam kohë as me hangër bukë me thënë drejtën, po mundohem me i qetësu pak pacienta që i kam lanë rrugë kur u futa në shtëpi. Pjesën më të madhe po e kaloj tek klinika ime, tek klinika estetike që kam me motrën, po kam një plan që të hap një klinik pak më të madhe, besoj nga shtatori.
Ka qenë në ditë shumë intensive, domethënë. Xeni, urojmë që shumë shpejt takimin tonë ta bëjmë në Prishtinë. Patjetër me shumë kënaqësi Kroni. Faleminderit shumë. Shihemi në të ardhmen afërt. Ju përqafoj shumë, jeni shumë të mirë. Ma përqafoni djellëzën. Faleminderit, jo nuk harrojmë djellëzën. Faleminderit shumë. Ç'është është një formë bo do zamra të vogla se një Xenet pjaqoj. Mirë, faleminderit. E kishim Xenin Rusin nga Big Brother. Unë nuk më mi thonë shkel Xen, nuk e di pse. Por do të flasim pak me një temë. Do të flasim për showbiz normalisht, po mujna me fillu